Ka startuar në ambientet e Kinemas Republika edicioni 8 i festivalit ndërkombëtar Ekrani i Artit, një ngjarje për masave të gjëra kulturore që këtë vit vjen me temën Kartolina nga tjetër kund. Organizatorët bën të ditur se përgjatë 5 ditëve të programit do të prezantohen 111 projekte vizuale, përfshirë 40 premiera shqiptare dhe 3 ekspozita të vendosura në hapësira të ndryshme kulturore të qytetit të Shkodrës. Ekrani i Artit do të ruajë traditën e tij të veçantë duke mos dhënë çmime, por duke ofruar një hapësirë reflektimi, dialogu dhe eksperimentimi artistik. Do të shfaqen filma në Gjodol, do të shfaqen filmat e Galerisë Arteve ndërthavës. Hyrja është falas për herë të parë kur shfaqen filma, që e thjesht nuk shfaqen në Shqipëri, por që është fshirë edhe me gjetë në festivale të tjera se me këto filma që shpeshherë shohin në sallën e Kinemas. Festivali jonë është pak atipik, nuk ka çmime sepse kena dashur vetë domethënë që më tepër më majt si një moment ku filma që vinë nga mar bota, regjisor, artista, kritikarë të tjerë të takohen dhe të vinë pra këtu në skenën e Shkodrës. Filmi që hapi festivalin ishte Arsa nga Masbedo, një projekt i regjisorit italian Jacopo Bedogni, i cili ishte i pranishëm në ceremoninë e hapjes. È un festival estremamente dinamico e importante. Është një festival shumë dinamik dhe i rëndësishëm. Marr pjesë për herë të dytë. Filmi Arsa është shfaqur në kinemat italiane në muajin prill. Ndihem shumë mirë që gjendem këtu midis jush. Festivali do të vijojë deri më 22 qershor me një program të pasur dhe prezencë artistësh të njohur nga vendi dhe bota.